Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Soda e bukës po falimenton farmacit, ja problemet që trajton më së miri se ilaçet. Shumë prej nesh i dinë të gjitha sekretet e përdorimit të bikarbonatit të natriumit, i quajtur ndryshe si soda e bukës në kulturat popullore, ajo mund të gjejë përdorime thuajse kudo, nga kujdesi për higjienën personale te mjekimet ose detergjentet për pastrimin e shtëpisë. Në fakt, ajo mund të përdoret në shumë efikasitete për pastrimin e shtëpisë. Shërben për të pastruar tapetin, për të larë tenxheret dhe pjatat, për të pastruar porcelanin dhe çelikun, për larjen e rrobave, por edhe në përdorime të tjera, mes të cilave është e mirë edhe për shëndetin që lidhet me të, citon dhe Elsaj. Ajo është e mirë edhe për tretjen. Një nga përdorimet tipike të bikarbonatit të natriumit është se favorizon tretjen e ushqimit. Në këto raste, është më mirë që të mos tretet në ujë. Mirë është që të hidhet në lëng portokalli ose lëng limoni. Megjithatë, i mirë është edhe përdorimi një gote me ujë ku mund të shtoni gjysmë lugë çaji në lëng limoni dhe kështu do të keni përfitimet. Ajo është e mirë edhe për shëndetin e dhëmbëve. Mund ta përdorni në vend të pastës së dhëmbëve duke e hedhur në furçë që më parë keni lagur dhe dhëmbët do të jenë më të bardhë dhe më të mbrojtur. Njësoj sikur të jenë larë me pastën tuaj të përditshme. Soda e bukës largon aciditetin e ushqimit nga goja dhe formon një shtresë mbrojtëse për smaltin e dhëmbëve, por sipas mjekëve, kjo lloj mënyre nuk duhet të aplikohet mirë më shumë se 2 ose 3 herë në javë, sepse mund të jetë e dëmshme për smaltin e dhëmbëve. Ajo është një zgjidhje kundër erës së keqe të gojës. Hidhni një lugë sodë buke në një gotë me ujë dhe bëni një shpëlarje goje duke bërë në formë gargare. Edhe pse ke ngrënë më parë ushqime me erë të rëndë, goja do të jetë sërish të freskët dhe pa aromë të keqe me përdorimin e gargarës me sodë buke. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë për këmbët. Mbrëmjeve, kur këmbët janë të intura dhe të lodhura, masazhet dhe përdorimi i bikarbonatit të natriumit janë shumë të këshillueshme. Mjafton të shtoni në ujë 2 lugë sodë dhe çdo litër ujë dhe t'i mbani këmbët në të për 10 minuta. Nëse keni probleme me kallot, përgatisni një përzierje me sodë me ujë dhe vendoseni mbi kallo. Në këtë mënyrë shërben si një skrap për eliminimin e qelizave të vdekura, duke u dhuruar këmbëve butësi. Është një zgjidhje shumë e mirë kundër mykut. Kush vuan nga myku e di mirë që kruajtjet në disa raste bëhen thuajse të padëshirueshme. Shumë ginekologë këshillojnë që të lahen pjesët e trupit me ujë me sodë buke për të larguar këtë shqetësim. Ndërkaq, soda e bukës synon të neutralizojë pahashin dhe mukozën tuaj dhe është mjaftueshëm një lugë sodë buke në 1 litër ujë të ftohtë për të bërë shpërlarjen. Ajo mund të përdoret gjithashtu në mënyra të ndryshme, duke lehtësuar kështu edhe trupin. Në vask me ujë të ngrohtë, hidhni 2.5 lugë me sodë buke dhe 1.5 lugë me krip. Do të nxirrni gjithashtu edhe të gjitha papastërtitë që ka krijuar trupi tuaj ndër shtresat e mëdha. Lodhja, tendosja e muskujve dhe heqja e qelizave të vdekura të lëkurës mund të bëhet përmes banjos me ujë me sodë buke. Në vaskën me ujë të ngrohtë, hidhni sodë buke. Do të heqë pjesët e lëkurës tuaj të vdekur dhe do ta bëjë lëkurën më të ndritshme, do të lehtësojë muskujt tuaj dhe do t'ju bëjë që t'jeni më të çlodhur. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë kundër lythave. Lythin e njomur e të lagur e fërkoni lehtë me sodë, fërkojeni sa më shpesh dhe kështu do të largohet. Është e mirë për tretjen. Një nga përdorimet tipike të sodës së bukës është ai i favorizimit të tretjes së ushqimit. Në këto raste është mirë që të mos tretet në ujë. Mirë është të hidhet në një gotë me lëng portokalli ose limoni. Megjithatë, i mirë është edhe përdorimi një gote me ujë ku mund të shtoni disa pika lëng limoni. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë edhe për dhëmbët. Dhëmbët do të jenë më të bardhë dhe më të mbrojtur, njësoj sikur të jenë larë me pastën tuaj të përditshme. Soda largon aciditetin e ushqimit nga goja dhe formimin e një shtresë mbrojtëse në smaltin e dhëmbëve. Por sipas mjekëve, kjo lloj mënyre nuk duhet të aplikohet më shumë se 1 ose 2 herë në javë, sepse rrezikon të prish smaltin e dhëmbëve.
Është një zgjidhje shumë e mirë gjithashtu edhe kundër erës së keqe të gojës dhe mban larg problemet urinare. Përgatitja e një recete me 4 lugë sot buke të përzierura me afërsisht 2 litra ujë do të ndihmonte shumë persona që kanë probleme në traktin urinar. Në të vërtetë, soda e bukës është një armë shumë e mirë kundër problemeve të fshikëzës, gjë që pengon edhe shumëzimin e bakterieve. Nuk është e këshillueshme të përdorni sodë buke kur e keni stomakun plot ose nëse nuk jeni tolerant ndaj natriumit. Sigurohuni që pluri të jetë të tretur plotësisht përpara se ta konsumoni. Konsultoni me mjekun tuaj nëse jeni duke marrë medikamente të tjera, pasi soda e bukës mund të bashkëveprojë me këto medikamente. Soda e bukës ka veti shumë të mira, megjithatë duhet jeni të kujdesshëm me përdorimin e saj. Ajo mund të shkaktojë efekte anësore nëse gaboni në përdorim. Soda e bukës gjithashtu mund të jetë një mundësi shumë e mirë edhe për pastrimin e shtëpisë së suaj, duke sjellë rezultate më të mira në këtë aspekt. Nëse doni të keni një shtëpi më të pastër dhe të largoni gjithashtu aromat e këqija të saj, mund të përdorni sodën e bukës. Soda e bukës është një nga zgjidhjet më të mira edhe në largimin e aromave të këqija që mund të kenë pushtuar frigoriferin tuaj. Nëse doni të mbani larg erën e keqe të frigoriferit, mund të bëni një pastrim rrënjësor të tij me sodën e bukës, ose gjithashtu të vendosni një tas me sodë buke brendësi të frigoriferit dhe ta lini aty derisa të largohen të gjitha papastërtitë. Soda e bukës është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për shëndetin tuaj. Ajo mund të mbajë larg gjithashtu edhe prishjen e ushqimeve. Dihet që sot në treg ekzistojnë shumë produkte për pastrimin e shtëpisë. Të gjithëve na japin mundësinë e zgjidhjeve mes detergjenti specifik, ekologjik, ekonomik dhe emra të firmave të njohura. Në të vërtetë, kur bëhet fjala për pastrimin e shtëpisë, duhet të kujtojmë se mjetet më të mira për të përdorur janë ato të dikurshmet, kur në shtëpi gjëja e vetme e produktit është ai natyral. Soda e bukës është një prej tyre, bashkë me limonin, vajin dhe uthullën. Derivati i acidit karbonik, ajo njihet si një pastrues i fuqishëm, është në gjendje të neutralizojë substancat alkaline dhe ato acide. Kjo e bën atë një deodorant natyral që mund të përdoret shumë mirë në luftimin e bakterieve. Për më tepër është shumë ekonomik dhe shpejt mund të përdoret në mënyra të ndryshme. Për pastrimin e tapetit, shpërndajeni mirë në mënyrë uniforme mbi tapet. E lini për 24 orë dhe më pas e pastroni me fshesë me korrent. Për pastrimin e tenxhereve dhe pjatave shumë të ndotura, për të larguar yndyrën e vështirë, shtoni një lugë me sodë buke në doza normale të ilaçit dhe kështu e vendosni në lavastovilje. Për pastrimin e çelikut ose porcelanit, duke mos qenë gërryes, arrin të heqë në mënyrë të shkëlqyer edhe formacionet gërqelore dhe njollat, për shembull edhe në lavamanin e kuzhinës. Për larjen e rrobave, shtoni një lugë sodë buke në çdo larje në lavatriçe në mënyrë që të ndalni krijimin e formacioneve gërqelore në rroba. Në këtë mënyrë rrobat dhe ngjyrat i ruajnë ato, ndërsa të bardhat nuk bëhen gri. Për pastrimin e frigoriferit, përgatisni një solucion me ujë të ngrohtë me sodë buke, 2 ose 3 lugë për 1 litër ujë. Për fshirjen e frigoriferit me një leckë, nuk ka nevojë për shpëlarje. Mund të përdorni gjithashtu edhe vazot e luleve të freskëta dhe të spërkasni sodë buke për të larguar gjithashtu papastërtitë mbi to dhe për të evituar edhe dëmtimin e lules suaj. Është e rëndësishme që soda e bukës të përdoret gjithmonë me kujdes për të marrë përfitimet e duhura qoftë në shëndet, ashtu edhe në largimin e papastërtive që kanë pushtuar ambientet tuaja të shtëpisë. Ju gjithashtu mund të bëni edhe pastrimin me sodë buke të frutave të sapo blera për të larguar pesticidet prej tyre. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.